pyetja është si qytetar që ne duhet bëjmë vetes është, se sa reale legjitime janë këto përplasje, apo janë përplasje të cilat janë i teatër për të ndarë atë tortën e pushtetit. Sepse mendoj që është bërë e qartë qysh në momentin që qytetarët hezitojnë të bashkohen këtyre protestat, të cilat janë protesta që për qëllimi që shpallin janë shumë legjitime, sepse të kërkosh që të ikin, siç kanë qenë protestat e deri tanishme, që të ikin një zëvendës kryeministre, e cila është kapur në flagrant duke u angazhuar në korrupsion dhe në abuzim, është një standard krejt minimal dhe do ishte shumë e pranueshme që qytetarët të derdheshin në shert. Por nuk e bëjnë, dhe arsyeja që nuk e bëjnë është sepse ata dyshojnë që opozita është kooptuar. Pra në një farë mënyrë opozita tani lufton për ato të mirat politike që përfiton vetë, por jo për hallin e qytetarit. Dhe edhe unë personalisht nga gjithë ndjekja që i kam bërë vitet e fundit edhe protestave të opozitës, nuk më duket se ka një objektiv dhe një strategji mbas tyre. Duket se kur ka një strategji të kërcënuar pak pushtetin për të bërë disa marrëveshje që ne nuk i marrim vesh kurse çfarë janë, por nuk është për ato objektiv që shpallet.